Prej një viti, banorët e një pallati në lagjen Skënderbeg në Lezhë përballen me një situatë të vështirë për shkak të pranisë së ujërave të zeza pranë banesave të tyre. Pallati me 90 familje ndodhet vetëm 300 metra larg godinës së bashkisë dhe shumë afër objektit të varrit të herojit kombëtar Skënderbeu, por askush nuk ka marrë masa për të pastruar këtë mjedis nga prania e ujërave të zeza. Banorët theksojnë se e kanë të vështirë jetesën në këtë zonë dhe se situata është kthyer në një burim infeksionesh dhe sëmundjesh për to dhe fëmijët e tyre. Të vorrit të Gjesh Kastajotit, kalojnë turista, i lam turistat të mirëna me jetën e njerëzve. I kjo është uji i banjave, i nevojtorëve, pislik, të punojnë njerëz, thithin ajrin, thithin si punës, këtu ujë sjellë që nuk me rasilloj maset. Me hap drejtarët i kështu i kanë mbyllur më tepër. S'muni hapi për jashtë. Ndër të tjera, ata shprehen se kërkesat e tyre nuk janë marrë parasysh nga autoritetet, duke bërë që tashmë situata të jetë e padurueshme. Ato drejtërit përkatëse që merren me këtë punë për ujësjetësin me nëjon, që faj, që të thëmë ma gjatën të shti. Atë tërpë. Në ku, i kena thonë, jo po ta pavim, jo s'ta pavim, e kur vjen puna s'kan ardhur hiç, veç kanë ardhur me makinë, e kanë zhbllokuar, e kanë lënë kështu. S'kena qa me i bo, veç me e thith me makinën që vish një thithë, s'kena qa me i bo tjetër thoshin. Kërkoj, me mujtë marrë me rregullu i këte me pastru i këtë veni këtu, se nuk rrihet për zotin, bashkë nuk rrihet. Gjatë fushatës është premtuar për një sistemim të kanalizimit të ujërave të zeza në këtë zonë, por deri më tani, për banorët e këtij pallati nuk është bërë asgjë.